Të kesh një green card nuk është një mburojë e pathyeshme. Pikërisht tani, qindra rezident të përhershëm po mbahen në pyetje në dhoma inspektimi në aeroportet e Shteteve të Bashkuara. Pse? Sepse kanë bërë gabime që duken të padukshme muaj përpara se të hipnin në avion. Qoftë një harres në taksa, qoftë një model udhëtimesh që inteligjenca artificiale e emigracionit e ka shënuar si të dyshim. Sot do të tregoj arsyet pse po ndalojnë udhëtar me green card në Shtetet e Bashkuara. Hajde ta nisim. Arsyeja numër 8, rreziku i braktisjes së supozuar për shkak të taksave. Shumë mendojnë se emigracioni dhe taksat, pra IRS, nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Gabim i madh. Një nga arsyet më pak të njohura pse po ndalohen rezidentët është kur kanë deklaruar taksat si jo rezident. Nëse, kur plotësove formularët, shënove opsionin jo rezident për të kursyer disa dollar ose sepse ke kaluar kohë jashtë, në praktik i ke thënë qeverisë se nuk e konsideron Amerikën si shtëpinë tënde. Kur të hysh në vend, oficeri mund ta shohë këtë mospërputhje në sistem dhe të nisë menjëherë një proces për heqjen e statusit. Është një kurt burokratik ku bien mijëra njerëz çdo vit, thjesht sepse nuk e kanë kontrolluar me kujdes pjesën me shkronja të vogla të deklarimeve të tyre. Arsyeja numër 7, kurthi i rrjeteve sociale në kontrollin kufitar. A e dije që një oficer mund të kërkojë të kontrollojë telefonin nëse ka dyshim të arsyeshëm? Janë raportuar raste ku rezident janë ndaluar sepse fotot dhe postimet e tyre tregojnë se kanë biznes aktiv, shtëpi ku jetojnë me kohë të plot, ose edhe fëmijë të regjistruar në shkolla në një vend tjetër. Nëse ajo që publikon bie ndesh me idenë që ti je rezident i përhershëm në SHRB, oficeri mund ta përdorë si provë që ke braktisur banimin tënd në Amerikë. Sot, përputhja digjitale është po aq e rëndësishme sa karta që mban në portofol. Arsyeja numër 6, bara publike dhe varësia nga ndihmat shtetërore. Ka një interpretim të fundit, shumë më agresiv, të ligjeve të emigracionit që po vendos në fokus rezidentët që varen gjerësisht nga ndihmat e qeverisë. Nëse oficeri vëren që kalon pjesën më të madhe të vitit jashtë SHBA-s dhe, njëkohësisht, dosja jote tregon se merr përfitime për të ardhura të ulta, si ndihma për strehim apo asistencë ushqimore, atëherë ndizet alarmi. Logjika e qeverisë është e thjeshtë, nëse ke para të udhëtosh shpesh dhe të rish me muaj jashtë vendit, pse të duhet që shteti të mbulojë nevojat bazë? Kjo mund të shihet si mashtrim ndaj sistemit ose si mungesë vetëmjaftueshmërie. Marrjet në pyetje për këtë temë po bëhen gjithnjë e më të forta në aeroportet ndërkombëtare të Miamit dhe Los Angelesit. Oficeri mund të vërë në dyshim vlefshmërinë e rezidencës tënde, me arsyetimin se nuk po e përmbush rolin e një rezidenti aktiv dhe produktiv. Është temë shumë e ndjeshme dhe po rrezikon kartën jeshile të mira njerëzve që nuk e shohin lidhjen mes përfitimeve dhe të drejtës për të udhëtuar. Dhe kujdes, ka edhe një dokument që mund ta kesh harruar dhe është i vetmi që të garanton kthimin. Arsyeja numër 5, mosnjohja e lejes së rihyrjes, formulari i 131. Shumë njerëz që e dinë se do të qëndrojnë jashtë për një emergjencë familjare ose për një projekt pune bëjnë gabimin fatal, nuk aplikojnë për formularin i 131 para se të largohen. Ky dokument quhet leje rihyrjeje dhe është, fjalë për fjalë, një marrëveshje qartësuese me qeverinë amerikane ku i thua: po largohem për një kohë të gjatë, por shtëpia ime mbetet këtu. Pa këtë dokument, çdo mungesë mbi një vit zakonisht përkthehet në humbje automatike të rezidencës, por zona e rrezikut nis realisht pas 6 muajsh. Aplikimi kushton rreth $660, por është polica e jetës për statusin tender migrator. Shumë rezident përpiqen të kthehen pas 10 muajsh duke u mbështetur te fati dhe përfundojnë të ndaluar në aeroport duke u futur direkt në proces për braktisje të rezidencës. Leja e rihyrjes të mbron deri në 2 vjet dhe i heq oficerit hapësirën për të vënë në dyshim qëllimet e tua. Është diferenca mes të hysh në shtëpi me buzëqeshje dhe të dalësh nga aeroporti me një njoftim për t'u paraqitur para gjykatësit. Arsyeja numër 4, miti i rrezikshëm i kufive toksor. Në komunitet qarkullon ideja që nëse del nga kufiri toksor, qoftë drejt Meksikës nga Tijuana apo drejt Kanadas, është si të kalosh pa u vënë re, sepse nuk ka kontroll dalje aq të rreptë sa në aeroport. Kjo është një gënjeshtër e plotë që po shkatëron mijëra statuse rezidence. Sot, njohja e fytyrës, lexuesit e targave dhe shkëmbimi i informacionit në kohë reale me autoritetet meksikane dhe kanadeze bëjnë që çdo lëvizje të jetë e regjistruar.
Kur kthehesh dhe oficeri të pyet sa kohë ke qenë jashtë dhe ti përpiqesh të fshehesh që ke kaluar muaj në një vend tjetër sepse nuk më vun vull në pasaport kur dola, po futesh vetë në problem. Nëse oficeri e kupton që po gënjen për datat duke u bazuar në regjistrimet e tyre, ndalimi është i menjëhershëm. Ti gënjesh një oficeri federal është shkelje e rëndë dhe e hedh poshtë çdo argument për të ruajtur kartën. Transparenca është aleati yt I vetëm, sepse sistemi di për udhëtimet e tua më shumë se sa ti mendon. Arsyeja numër 3, mungesa e lidhjeve financiare aktive brenda vendit. Kur oficeri të bën pyetjen standarde, me çfarë merreni në Shtetet e Bashkuara, ai nuk po kërkon bisedë. Ai kërkon prova që jeta jote ekonomike zhvillohet brenda SBA-s. Një rezident që udhëton shpesh, por nuk ka llogari bankare me lëvizje të fundit në vend, ka patent të skaduar, ose nuk mund të tregojë kontratë qiraje apo kredi hipotekare aktive në emrin e vet, është në telashe serioze. Sot po ndalohen njerëz që të provojnë qartë se paguajnë shërbime bazë si energji apo internet, se kanë sigurim shëndetësor aktiv në SHRB dhe se shpenzojnë brenda ekonomisë lokale. Nëse ekstraktet tregojnë që shpenzon më shumë në supermarketet të një vendi tjetër se sa në Amerikë, oficeri mund të supozojë se rezidenca jote është vetëm në letër, pra e ke kartën për të udhëtuar, por nuk jeton këtu. Green Card është leje për të jetuar, jo vizë turisti me privilegje shtesë. Arsyeja numër 2, turp moral dhe e shkuara që nuk fal. Një gabim shumë I zakonshëm është të mendosh se, pasi ke kartën jeshile prej 10 a 15 vitesh, ai incident I vogël ligjor në rini s'ka më pesh. Gabim. Baza e të dhënave e Departamentit të Sigurisë Kombëtare, DHS, përditësohet vazhdimisht dhe kryqëzohet me regjistrat policor lokal dhe shtetëror. Shkelje që dikur nuk ndeznin dritat e kuqe, sot mund të çojnë në ndalim të menjëhershëm kur tenton të rihysh në vend. Po flasim për drejtim mjeti në ndikimin e substancave, incidente dhune në familje, apo edhe vjedhje të vogla në dyqane që kanë ndodhur dekada më parë. Sipas udhëzimeve të reja, këto mund të kategorizohen si vepra me turp moral. Nëse ke çfarëdo precedenti penal, sado I vogël të duket, sistemi do ta shfaqë në ekran sapo ti dorëzosh oficerit Green Cardin. Mos rreziko të udhëtosh pa e parë një avokat emigracioni, që të thotë nëse ai precedent kërkon falje të veçantë ose një dokument mbrojtës që të mos të mbajnë në aeroport. Dhe tani vim te pika më kritike. Ky paralajmërim mund të shpëtojë nga humbja e gjithçkaje brenda një sekonde. Arsyeja numër 1, formulari I 407, kurthi I firmos këtu. Kjo është, pa diskutim, paralajmërimi më I rëndësishëm I gjithë videos. Imagjino, pas një udhëtimi të gjatë, je I lodhur, I hutuar dhe ke 3 orë në inspektim dytësor. Oficeri, me një ton serios, por sikur po të ndihmon, të shtyn një dokument dhe të thotë se po e firmose, do shkosh shpejt në shtëpi dhe më vonë e rregullon. Ai dokument është formulari I 407, heqje dorë vullnetare nga rezidenca e përhershme. Është kurth psikologjik dhe ligjor. Në momentin që e firmos, ti po pranon ligjërisht se po heq dorë nga e drejta për të jetuar në SHRB dhe po e dorëzon kartën jeshile me vullnetin tënd. Pasi firmoset, nuk ka kthim mbrapa, nuk ka apelim të lehtë dhe I humb menjëherë të drejtat. Shumë oficerë e përdorin presionin e momentit që udhëtari të firmos, që të mos e çojnë çështjen te gjykatësi. Dëgjoje mirë, kur, në asnjë rrethan, mos firmos dokument që nuk e kupton plotësisht. Ke të drejtë kushtetuese të refuzosh firmën dhe të kërkosh seancë para gjykatësit të emigracionit. Më mirë të dalësh nga aeroporti me një datë gjyqi, por ta mbash statusin, sesa të dalësh I lirë duke ja falur rezidencën një copë letre. Sidoqoftë, të udhëtosh me Green Card sot kërkon më shumë kujdes se kurrë. Ligjet nuk kanë ndryshuar aq sa ka ndryshuar mënyra si zbatohen, sidomos me teknologjinë e re të mbikëqyrjes në kufi. Më e rëndësishmja, mbaj gjithmonë me vete prova të jetës tënde në SHRB, fletë pagesa, ekstrakte bankare dhe deklaratën e taksave. Kaq ishte. Nëse kjo video t'i hapi sytë për mënyrën si funksionojnë realisht kontrollet në kufi, mendo ta ndash me rezident të tjerë. Të jesh I informuar është e vetmja mënyrë për të mbrojtur ëndrrën amerikane për të cilën ke punuar aq shumë. Nëse ke ndonjë pyetje për këto procese ose ke kaluar vetë diçka në aeroport, shkruaje lirshëm te komentet. Mos harro të abonohesh në kanal. Shihemi në videon tjetër. Udhëtim të mbar.